Gjykatësi i procedurës paraprake në gjykatën themelore penale Shkup e pranoi garancinë e ofruar në vlerë prej mbi 1.15 milion euro, meqrast ish kryetarit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, Muhamet Sejdini, i është shfuqizuar masa e paraburgimit, njoftojnë nga gjykata penale. Sipas gjykatës, garancia përbëhet nga vendosja e hipotekës mbi një pronë të paluajtshme, ndërsa si mas shtesë për sigurimin e pranisë së tij gjatë procedurës, të dyshuarit i është konfiskuar pasaporta. Ish kreu i FFM-s ndodhej në paraburgim që nga 24 prilli 2026 me propozim të prokurorisë së Shkupit për shkak të rrezikut të aratisjes dhe mundësisë për pengimin e hetimeve përmes ndikimit te dëshmitarët. Pasi mbrojtja paraqiti kërkesë për heqjen e paraburgimit me garanci, ndërsa prokurori publik dha mendim pozitiv, gjykatësi e miratoi propozimin. Sejdini dyshohet për veprën penale, përveçsim në shërbim, pasi sipas prokurorisë në periudhën nëntor-dhjetor 2024, në cilësinë e presidentit të FFM-s, i ka siguruar një përfitim të kundërligjshëm pasuror prej 660.000 eurosh, një kompanie nga Shkupi. Dyshimet lidhen me keqpërdorimin e mjeteve nga programi i UEFA-s të destinuara për ndërtimin e tribunës në stadiumin Biljanini Izvori në Ohër. Një ditë më parë, avokati i Sejdinit, Shkodran Alili, përmes një postimi në rrjetet sociale njoftoi se klienti i tij është liruar nga paraburgimi dhe do të mbrohet në liri. Muhamet Sejdini kaloi 92 ditë në paraburgim, ndërsa Alili falenderoi të gjithë ata që treguan solidaritet gjatë 3 muajve të fundit.